Përshëndetje njerëz, pra qysh ju thash se në videon e kalume që vjen Spring Update, update i pranverës, erdhe dhe këtë herë, do me thonë update i 2026.14.2, shpëmoni me pa që këto. Edhe në këtë update, do me thonë i fundit u kanë 2026.8, këtu janë kanë veç pak risi, e në këtë update-in e ri, do me thonë 2026.14.2, kanë ardhë kreqet ose në Hey Grok, House Tier Modus, Trips, Sketchpad, varte shlange funksion, janë gjermanisht, po që kjo do me thonë plot sene të reja, edhe qëtash do të shkojmë një ka një t'ja të regoj se qka janë përafërsisht. Edhe une si kum provu hala, përveç se këtë grokin fillim e provova pak, tjerat jo. Kështu që ti provojmë së bashku. Do me thonë fillojmë me Hey Grok. Hey Grok, që u lajmëru, që do me thonë deri qëtash për me thirë grokin, u kanë u dasht me një pull me shtyp, do me thonë këtu të vëllani, ose drejt këtu në app me thirë grokin, që ku e kemi këtu edhe lajmërohet. Sash e reja ka ardhë që unë muj me aktivizu, do me thonë muj me aktivizu me këtë thirjen, sikur që shpelezoni këtu, mos ta thomë se me njëherë lajmërohet, edhe në fund me ditën e mirë, ose miru pafshmi në gjuhën angleze, atëherë mbyllët. Pe bojna një test, do me thonë, unë e pe thirit qëtash, Hey Grok, do me thonë që ku lajmëru, qëtash muj me fol me ta, po kjo nuk më ka kuptu garant. Meinst du die Fahrschule Rot in Margaretengürtel 144, Wien? Die ist 3,7 Kilometer entfernt und morgen Vormittag offen bis 19:30 Uhr. Welche meinst du genau? Oder soll ich da hinfahren? Ok, stop. Nuk e kupton se çka i thash, po qajo është e reja që muj me thirë qëtash me za, edhe me njëherë me fol me ta, me bisedu. Edhe fundit, do me thonë në fund kur ta kry, Hey Grok, goodbye Grok, edhe të shpeshif një nalet. Që kjo është e reja, një pit rejave që ka ardhë, edhe normal se dikush për juve veti se shka mundet me bo Groki. Groki është momentalisht në versionin beta, kështu që nuk ka mundësi me kontrolu kerën. Tesla e ka vet programin e vet, që muna mi thonë lëshoj këto fshisat për me fshi dritaren, ose nali dritat, ose dhezi dritat, këto e ka Tesla të vetin. Momentalisht Groki nuk mundet me kontrolu Teslën. Se dia për kuptoni. Tesla e ka programin e vet, Groki është KI. Po nashta edhe po folet se në versionin e ri tani të Grokit mundet mu kombinu Groki me komandën e Teslës, kështu që edhe me marrë tani në dorë edhe komandat tjera të kerrit. Për momentin e ka në dorë vetëm navigacionin, edhe që kjo shka ka ardhë e re, do me thonë e rinerung, që do me thonë përkujtim, me përkujtu. Kjo i bje për shembull nëse unë jam të shku në punë edhe, ose jam të ardhë pi punës, ose jam të shku në punë, po do të kur dal pi punës, me ble diçka për në shpe, për shembull ka thonë gruja blejum oriz, ose një kilo domate, edhe
që mos me harru, unë i thom grokit, kujtoma kur të mrinjt, kur të kaloj të supermarketi filanit në qëtë rrugë, kujtoma me ble unë domate, ose oris. Edhe kur të mrinjt në atë venin, ai ta përkujton. Dje e provova, edhe funksionoj super, unë e bile harrova, thash, kur del dillin në qëtë ven, kur kujtoma t'i vnoj syzat, kur më rënëm në atë venin, e i tha, mos harro mi qitë syzat. Qaja është me këtë përkujtimin edhe me thirrjen qëtë grok. Për ndryshe, groki e ka që thash edhe navigacionin, edhe ajo funksionon super. Do me thonë, unë mu i mi thonë, për shembull, pe kap me që thash në Kosovë, mu i mi thonë, grok, për nisna pi Prishtinës, cilin e kam në Prizren, po unë du me kalu njëherë me shku të kjo pompa e benzinës qëto, qom të pizzeria ma e mirë që është dikon tu him Prizren, edhe kush i ka qebapat ma të mira, qom edhe qaty, se edhe qaty ka me ble, edhe çka po di unë, te shkolla duhet me marrë atë fëmijën te shkolla këtu qom edhe atje, e tani më qon shpi, në cilin ku e ki dhonë. Edhe këtë ta ban rrutën me njëherë, do me thonë, në përket këto pikat qon. Edhe qajo po funksionoj ke super. Po, qajo ke sa i përket grokit. Tani e kemi house steer modus, ose modusi i kafshve shtëpiake. Këtu nuk e kom provu se s'kam kafshë shtëpiake, i kam 2 papagalla, po ato si marrë me vetin kërë. Edhe kjo është modusi për shembull nëse keni mac ose qen, ose që tash e kanë qitë edhe këtu që shpeshifni i riqin, ose lepër, ose çka di une, hamster, që i mirëni me veti, në kërë atëherë kur ta lini kerën e sidomos verës, ose dimnit, po ma shumë verës, nëse le qenin në kërë, edhe del dikon me ble në supermarket, ose në ajsen 10-15 minuta, mundet mu bo përmi 50 grad, 60 grad në kërë, nëse janë temperaturat e nalta edhe dilli i bje kerët. Për që ato e ka këtë modusin, do me thonë shkon të kjo modusi, edhe e lëshon këtë modusin, kjo e mon klimën e përshtatshme për qatë kafshë shtëpiake, do me thonë e lëshon klimën, ftofjen ose dimnit, e lëshon zemjen që me pas temperaturë dhomës. Po. E këto të provojna, do me thonë do të me shku të display house steer modus, display house steer modus. E që tash këtu, për para veç e ke lëshu house steer modus, do me thonë modus të kafshëve shtëpiake, ke mujt veç ato me ba, që tash e pas kam prunë pëshef, mund është me zgjedh qfar kafshë shtëpiake, a qen, a mac, apo naj tjetër. Këtu e kam bo i riqin, mund është mja shkrujt emnin, edhe me bo save, edhe regjistrohet ai për shembull jo house steer modus, po modusi i qenit Rexi. Po, që ato janë, e për ndryshe për me shku të kjo house steer modus, shkon të klima, do me thonë këtu, edhe që nalt ku i keni house steer, që do me thonë kafshë shtëpiake, po edhe kamp, nëse kjo është ajo që njëherë kom fol, nëse doni me flejt në kerë, për me bo camping, po, mund është me flejt në kerë, ta natën, verës, dimnit, kjo ta ma temperaturën sa duhet. Po, që ajo ke për house steer. Mandej kjo e treta është trips,
ku po thot që mundet qëtash edhe tripet, do me thonë udhtimet që i bani mi menaxhu, me rrym, me sen, nuk e kum provu hala, po qysh për e tregon këtu se garant është se qysh mrini me ma pak rrym, dikon nuk harxhoni shumë, po edhe e keni edhe harxhimet krejt që i bani të protokollume me protokoll sa që ishte ku ka harxhit të nalt të poshtë që ato senet. Për javë kallëzoj veç, do me thonë energi, trips, do me thonë shkon këtu. Ku është energi? Energi edhe trips, po. Qeku i keni këtu, une hala nuk e kum provu me këshyrë se qysh tek funksionon, po në 15 km qysh kum vozit une, 150 km të fundit edhe 300 km të fundit, qysh sa kum harxhu, ku kum harxhu, qysh kum harxhu, në qëtë vozitjen që tash, për shembull pim punë në shtëpi, vozitjen prej se e kum ush deri sot, tripi A, tripi B, do me thonë ketë këto të protokollume me dhanat e sakta. Kjo vartë e shlange i bje kolona, pritja në kolon për epat e muzikës, aplikacionet muzikës, po që shpesho këtu është ma shumë për Apple Music edhe Spotify. Do me thonë, unë e përdori YouTube Music për ato s'pas ka në ndryshim, ama për Spotify edhe Apple Music, po më ishe me, do me thonë, mi regullu muzikat që njana me prit tjetrën, ose pink në ketë me qit në tjetrën, azo do funksione si të kompjuterit që janë me ato datajat, me folderat, që shpo ma merë menja se as këto se kom provu, se nuk kom vynë, po kujna i vynë e ka, edhe qajo ashtë po. Tash nuk po hup mi kohë këto t'ja u kallëzoj se kush e ka Apple Music edhe Spotify mundet mi provu, une nuk i kam, për që ata edhe s'muj edhe mi ja u kallëzoj. Këto automatishe software updates janë sikur që shpeshifni që këshire, kjo do me thonë mrena një jave, une të paren update ja u tregova që i vogli, që kjo i dyti, që ka ardhi treti update, a peshifni këtu këtë shigjetën e portokalt. Qysh e pat në videon e kalume, nëse shtypi këto janis update-i, për update-in thash unë do të mu lidh me internet, do të mu kanë offer se unë e lidhi me hotspotin e telefonit, edhe bëhet downloadi, masi ta bajsh download do të me instalu, e instalimi mundet me zgjatë edhe deri 1 orë, nëse është në dataj e madhe, kështu që qatë orë që të bëhet instalimi i softverit, nuk mund është me përdor kerën. Sigur në kompjuter, kur të instalojsh diçka, nuk mund është me punu me tjera aplikacione. Do më thonë, dush me prit derisa të instalohet, edhe kjo që ashtu kerën nuk mund është me përdor. Për që ata unë e saher, kur të bëj download bëhet edhe të vozit, nuk ka problem, po për me instalu e pritin mramje, ma kur nuk më vynë kerë, atëherë para se me dal e lëshoj që keni pa deri në 2 minuta zgatë që me dal të pikerët, me mshel kerën, edhe tani ja fillon softveri. E kjo automatishe updates është një funksion që nëse e aktivizon, atëherë natën, garant mas orës 12, ky ja fillon instalimi automatikisht. Do më thonë, s'ki nevojti me artë e kjerë ose pinep me lëshu ose sen, ky e ban vetë. Këto po shkojshe të software updates edhe automatisht instalien. Do më thonë, shkon të softveri, që për jo kalzoj software, që ku ka ardhe e reja, apëshefni këtu e re, noj, edhe automatisht, update automatisht instalien, nëse aktivizoj këto automatikisht, po hala nuk jam i njoftum se qysh. Apo, do më thonë po thot, nëse në shpi, do më thonë e manë kjo adresën në men kur jeti në shpi, kur talish kjerë në shpi,
lëshohet automatikisht ajo. Po në najherë më rinë shpi, edhe mas gjysë ore do të me dalë prap, me shku mi marrë fmit në për treninga, në për asi, kështu që më vynë kerri, për që ta nuk e aktivizoj, se e aktivizoj tani vetë, kur e di që ma nuk më vynë kerri për disa orë. Tjetër të re e kemi updates dhe dashcam anzeigen. Së është kjo dishka me dashcam, do më thonë me kamerat e përparme që incizon. Do më thonë këtu incizimet që bëhen për Teslës, po më ishe me i rujt në kerë. Do më thonë në hard diskin ose USB-en e Teslës, e jo më shpërnda. Do më thonë Tesla nuk mundet me hin në ato folderat e tu mi pa ato video, kështu që i ki privat, mundesh për sa herë mi rujt, po automatikisht jo vetëm në Tesla, po edhe në telefon. Edhe, do më thonë, edhe kjo video përmban shumë informacione, sikur shpejtësin, pasqyret, anësh, qysho do në atë moment, a u kanë kjerri të vozit vetë Tesla me FSD, apo ti e kanë të e vozit. Në më thonë, këto këtë informacionet janë të rojtme aty në qatë video. Kjo është edhe vlen shumë për një, edhe për vlen edhe si dëshmi, për shembull para gjyqit, ndoshta kur i ki krejt informacionet e ki videon, po edhe ki sa ke vozit, ku ke vozit, adresën, sa në orë, a ka vozit kjerë vetë, ati e kanë të vozit e qëto sene. Që për shembull këtu që të shenë ato e pa për para, e ki anësh, ndjath, e ki majt, e ki për mas, e ki për para, edhe e ki të katërtat për një herë. Dhjet, pa të kjerë, dhjet, edhe kamera, shpeshifni, kamera in mobil app zeigen. Këto, nëse e aktivizon, atëherë edhe kamerën mundesh me pa edhe pin telefon. Që 15 GB janë të zanta për 120 GB e kam atë USB stickin që e maj këtu në kerë. Qajo, qka ka tjetër? Përmirësim i hartës të kohës, që shpeshifni, mundi me pa me aktivizu hartën që e shef koha se qësh është për shembull ku jetu voziti. Nëse nisësh për shembull për Itali, mundesh me pa piqtash ka janë rret, ka janë mjeglla të shku, a ka me mujt me rash, a të rashi, ka të rashi, a të rashina për autobana jo. Qëto sene, edhe me ngjyra pak më të mira. Për shembull navigjen për baj Prizren. Edhe kur shkon këtu te koha, që ma qiti Prizren. Mabe. Prizren. Edhe kur shkon këtu te koha, që tu mush këtu 18, 19. Qëre pin orës 15 deri orën 19 qysh kanë lëviz, qysh po lëvizin mjegullat. Shifni, qysh po shkon knej. Këto mundesh me këshirë edhe ma afër. Për shembull në Zvicër, që knej këtu s'ka, knej këtu, pak ma nxehtë, pak ma ftoft. Duhet mi lexu këto ngjyra që ka dojnë me thonë, se pas ka të kuqe, gjelbërta, dverdha, se di asune shka cila është. Po qaja është, që kjo përmisu,
as që e di që shukon ajo për para, s'mu ka vit kur. Po, njerin e herë se di edhe çka ka. Tjetër e re, po thot këtu tastatura. Ta këshyna çka ka me tastaturën. Po, pas kanë ardhur llojet ndryshme tastaturave, do me thonë gjuhën e tastaturës me ndru edhe diçka këtu diktatsprache. Nuk e di shka do me thonë me mikrofon. Po mdoket se me fol edhe do me thonë kur e shtyp mikrofonin fol, po dhe si edhe në KI e ki ata kur të fol, këtu poshta që tani e shkrume se çka ke thonë me goj. Kjo për naj mesazh zar kur të shkrujshe. Për shembull, se mund është edhe piktu mesazhe me çu, se unë e kam të lidh e lidhi speho kallëzoj që tash nuk. Jo, qëto e këputit qëto. Njerëz e lëshova telefonin, më dolën këto numrat e telefonit e këputa. E këputa. Po, deshta me thonë se mund është mi shkrujt njerëzve mesazh pikto, se jam i lidh tu me telefonin, po mos me shkrujt në tastatur, se këtu e kita një tastaturën, mund është me përdor fjallën, ajo fjalla regjistrohet këtu në shkrim, edhe tani mund është me qu mesazhin. Qajo. Tjetër. A pat edhe tjera vere, se u lodha ma. Tastatur edhe Sicherheit. Sicherheit i bjes siguri. Qfar sigurie? Aha. Ky update përmban siguri dhe përmirësime të rëndësishme. Po. Qajo ke njerëz, çka ka prun ky verzioni i ri, që shëpat 2026.14.2, edhe vazhdimisht përmirësohet ky program, kjo pamje u kanë përpara krejt tjetër. Do thonë u përmirësu, nuk e kam unë këtu, se unë e kam tipin e vjetër të kerrit, mdoket, po këto Teslat e reja që kanë dalë, ju ka përmirësu edhe pamja këtu ju ka dalë shumë më modern. Unë e kam hala pamjen e vjetër, po kjo këtu ju ka dalë atyve shumë më modern, kështu që përmirësohet vazhdimisht. Për shembull, ku e di unë, në iPhone më vjen update-at njëherë në 6 muaj ose në vjet, e këtu jeni të e pa mrena një javës i dyti update, edhe që i treti o të prit, pelshoj edhe këta, ta këshirëmi cili a ky, të me thonë ke 2026.14.2, qësa shka orë 2026.14.3, shka ka kjo ma shumë, garant në i përmisimi vogël në i sen, prit një njerë ta lidhi me telefon, që e lidha telefonin me Teslën, o dhes këtu e gjelbërta, shkojnë atë ajo, edhe që ku po shkruan që update-i është të bë download me 273 KB në sekund, që ku ja ka nis këtu e gjelbërta më mush, kur të mushet kjo, bëhet downloadi edhe mandej e instaloj jo automatikisht natën, po kur t'i thom unë e këti, qatë herë. Pra njerëz, faleminderit edhe një herë që e pat këtë video, mos harroni me ba like, se qashtu shpërndahet video, e shofin edhe tjetë,
mos harroni me bë edhe subscribe nëse nuk e keni bë, se shumë edhe pikëshyrin videot, po nuk me bëjnë subscribe. Edhe e treta, komentoni, shkruni komente, shkruni shka keni ni, shka ju intereson për Teslën. Kam kohë për ditë qtash munal me ja u spjegu dosene, kam edhe material tjetër, vin video shumë, video me kera, video familjare, vin non-stop. Rini, qështash, bane subscribe edhe do t'i shifni krejt videot. Kanë me ardhë plot video në së shpejti. Pro mbetinit përshëndetur, edhe ditën e mirë kalofshi sa ma bukur.